Banorët e fshatit të Bllac të Shkupit e vazhdojnë të përballen me mungesën e transportit publik, problem që sipas tyre po ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme dhe po e zbras fshatin. Autobusi që duhet t'i lidhë me qytetin mbërrin vetëm 2 herë në ditë, në orën 5:30 dhe 7:30 të mëngjesit, ndërsa gjatë pjesës tjetër të ditës linja mbetet pa qarkullim. Autobusi s'ka ndryshuar kurrë, autobusi vjen veç 2 herë në mëngjes veç vjen. Edhe udhëtar nuk ka se s'kan me çka mu kthej ata. Edhe e njëjta ka me sikur përpara s'ka autobus, veç vjen 5 gjimës në mëngjes, edhe vjen në 7 gjimës. Tjetër mos ka hiç. Edhe njerëzit, edhe udhëtar nuk udhtojnë me ata. Sa duhet mu kthej me diçka, s'mundet veç me shku edhe me met në Shkup. Ki problem na ka kushtuar shumë me zbrazjen e fshatit, shumë. Mbi 20 shtëpi, mrena 4 vjetë kanë ikë vetëm për fëmijët. Pa ata fëmijë duhet me shku në shkollë dhe në kam nuk mundën me shku 20 kilometra. Mungesën e transportit të rregullt publik më së shumti e pasojnë nxënësit e shkollave të mesme, të cilët shpesh varen nga të afërmit për të shkuar në mësim, ose detyrohen të mungojnë në shkollë kur nuk gjejnë transport. Nxënësit e arsimit fillor theksojnë se mungesa e linjës i privon nga mundësitë për kurse dhe aktivitete në Shkup. A keti dikon familje që është në shkollë të mesme? Po, kam. Vllajen. Me çka shkon ai në shkollë? Ai shkon herë me agjëntim, herë kur s'ka autobus, nuk shkon hiç. Kam pasur qef të ushtrohem valle, por shkaku autobusit s'ka mundur. Dëshiroj të hi në kurse të ndryshme në Shkup, po për shkak të autobusit nuk mund të shkoj. Kisha dashur në kurs të anglishës, në kurs matematikës dhe në kurs kështu me kompjutera. Ama për shkak të autobusit s'mundem. Është shumë e rëndësishme autobusi për në fshatin tonë. Ato që janë në shkollat të mesme duhet të shkojnë të një familjar i tyre, të qëndrojnë atje, t'i marrin libra, t'i marrin sinë dhe mos të kthehen këtu. Prindërit mi më kanë thënë me shku në valle, po për shkak të autobusit që nuk vjen, nuk mund të shkoj sepse do t'ja bëj qarën vetet, me çka të shkoj, me çka të vi. Banorët apelojnë autoritetet përkatëse që të rishikojnë urgjentisht orarin dhe funksionimin e linjës së transportit publik, duke thënë se Bllaca nuk duhet të mbetet një zonë izoluar. Banorët kujtojnë se vite më parë, linja e transportit publik drejt Bllacës dhe Anasjelltas ka funksionuar 7 herë në ditë.